tash 35 vjet. S'ka robi pse të majnë farë, unë thash se do dalin në një kështu i ri me perspektivë që mendojnë për këtë vend, për këtë popull, vendi më i mirë në Europë, ku do të më thonë që ka thënë, në fund na gjithmonë në zero metëm. Po si ka mundësi kemi qenë komunizëm dhe ju gjithmonë keni luftuar për të ditë që demokracia 35 vite më jemi po na si ka thënë ai na mizis pritim që marr demokracia edhe me ecë si më thënë përpara se ishim një regjim që o zoti i madh që më kanë mase izoluar si ka thënë. E thoshit dikur atë, kur ishte në regjim. Dikur pra. Sot më keq. Më keq se është frenuar gjithçka, shtet s'ka, ligje s'ka, ato që janë nuk zbatojnë për të ardhur popullit tonë, domethënë për të ardhur ndihmë, për të ashtu, por këta, me sa di unë, këta punojnë vetëm për veti, thjesht me thënë. S'ka pse të marrë njëri perspektivën. Perspektiva është që të vinë një njeri që mendon, punon për këtë vend, edhe ai kanë dalë to partitë e reja për shembull. Po asnjë. Asnjë, ëh? Po asnjë, po çfarë ne s'po i njohim, me tash ne nuk po kena besim te asnjë. Se nga këta dalin, edhe këta. Pa shkatruar këtë më. Tja, si për shojmë me të pensione, me të jetesë që ka robi. Ky po bërë shumos ky kryeministri që është tani. 3 mandate, 12 vjet ky vetëm për ju flet. Po vetëm për ne, po për ne fol, po s'ka bën gjë. Jo më rrit, që rriti këto me çan këto me bonusi, çfarë rritje është ai? Bonus jo, 2 herë bonus jo prap. Po 2 herë bonusi, po çfarë është bonusi? Me rrit pensionin në vëlla, që të arrim i thje me jetu edhe na. Këna bën 2 jetë punë. Edhe në fund me ilaçe me marrim atë pension. Ilaçet me falas. Ha? Ilaçet falas. Me ilaçe falas ato merren, s'merren falas. Nuk është ashtu. Nuk është vërtet fare. Nuk është vërtet se është falas. Nuk është vërtet për arsyet se Orame, ku je Orame? Orame. Se nuk duhet me pospagove tek shnetësia, o ilaçet, o vizitat, nuk na viziton kush. Si ka thonë, as nuk marrim ilaçe më desh gjë. Thotë spitalet janë hotel me 5 yje, madje nga bumi turistëve të mëdhenj që vijnë këtu në Shqipëri, s'kemi hotele, çem spital. Po pra nuk e as mund po themi, nuk. Strahojmë atje. Këtë është vetëm sa për të këta mendojnë thashun gjithmonë, mendojnë këta vetëm për veti. Po ka dhe pensionistë që shkojnë i puthin dorën e përqafojnë. Po ka njerëz e burr, ka sa dushti njerëz. Ata shumë kanë mendjen, mendja e njerëzit janë të ndame. Çfarë mendimi ke për këtë aty? Unë mendimin e kam për këta njerëz që mendojnë kështu domethënë. Ka njerëz që thonë për shembull kur shohin Ramën, fëmijët e tyre shërohen, gjallërohen. Unë thash për e kanë riskun e vetë ka gjithkush. Se dikush e pëlqen. Edhe Ramën edhe formën e punën që ka bën, themi ta. Unë nuk e di që është që ka ky vendi joni, se unë këtu kam jetuar gjithmonë dhe s'është as i hap përpara. Njerëzit kanë shumë hallë. Ne kena fëmijë jashtë, e ata na animojnë se na nuk mund jetojmë. Ç'është ashtu. Me punua edhe me qenë bujësi, ç'është bujësia? Bujësia s'ka si prioritet as i gjë, domethënë që mund të jetojnë asaj. Edhe ai mbi jetesë ka. Edhe ai që bën merret me tokë, me bagti, në është një punë e madhe fizike. Edhe ashtu, s'ka si prekraja, si gjë, edhe aty mbi jetesë është edhe ajo. Nësa të vish ka si ana e qytetit, qyteti vëlla ka janë çmime të prishe vetë. Çmime me 2 herë që shkon aty me marrë furnizim për shtëpi, ik pensioni. Po, ai ku çon më para këta. Pra pensionet janë çesharake. Nuk ka shpuna se për i shkon edit apo ku i mrapa. Ora rritë pensionin, mos jep bonus, e qanë ajo është si me thonë lëmosh pra.
Si e do ja rrit pensionin me. Unë do çdo muaj sikur ham, sikur kena nevojë në lekë. Zotëri keni kontribuar, Unë thash kena bën 2 jetë punë me ka 16 orë, ne punoshim me partinë e punës. S'keni dhënë Ne kontributet. bashim, si thon, dili me dili ishim punë, pyet kë kush orar. Odje. Kur dal ke drita u erë kanata te puna. Edhe funi Çfarë punë keni bërë ju? unë vetë kam punuar në fakt do punë Të ndryshme. ndryshme kam punuar. Ma shumë kam punuar me llogarit në atë kohë. Unë i kam bën ja 20 e sa vjet si llogaritar, po. Që keni adapt për ta studiuar dhe situatën, për ta analizuar unë kam bën situatën. në atë kohë, unë është gjinat themin kuptimin e kësaj vetë, nuk kam vujtun, po kur i flasim për pasha autoritetin, njerëzit që punoshin tanë ditën me si thënë me tarakop edhe bukën thatë mi zgjes qukën në shtëpi, se 100 pikë markën 100 lek pra. Të asaj kohë marrë 2 bukë e gjes grunit, edhe në fund. Por kur vje puna, unë për vetit nuk kam vujt në atë kohë. Po ka punu njerëz që kam. justifikojnë që thënë kapitalizmi kështu është i egër. Po jo më ka, po jo kështu më. Pse atëherë ka qenë si shtatë ju kanë qenë gjithë barabartë, hashin gjithë Gjithë barabar më, gjithë barabar ishte. Kapitalizmi, kemi në botën e kapitalizmit. Po kapitalizmi, po jo kështu. E dim si Jo, sistemi kapitalist në atë kohë ishte, thënë që është për t'i pi gjakun, thënë që popullit të njerëzit, po nuk është, këto nuk është zbatua sa ato gjanat që mund të themi ne që erdhëm demokracia, sistem kapitalist, po do të gëshetohen atë, jo kështu. Jo kështu me ik, si ka thënë ai leku i popullit pa ditë se ka shkoj nga shteti. Nuk bëhet kështu. Cili nga sistemet ka qenë më i mirë në Shqipëri? I Zogut, i Enver Hoxhës, i Berishës, i Nanës, i Ramës? I Nanës ne tash është gjë që ka kaluar, po ai për mendimin tim ka qenë në folim herë për demokracinë. Vetëm një Fatosnjan ka pas ky vend në atë kohë, kur ashtu, domethënë ishte njeri që ishte, jo e thonë, po është ashtu gati, se e faktun njerëzit të burë. Ishte njeri i mirë, ai për arsye se ja vleka ati, kishte hije për kryeministër ati. Se i la njerëzit punon, u dhanë variante, u dhanë gjitha e shmime gjana, nuk ishin sigur ashtu, dhe ishte kajt mirë në puna. Si hiku ai? Kush e përjashtoi ose pse iku, pse Për atë është punë e këtyre politikanëve se çfarë bojnë ta nërvejt janë tjetër ajo, po. Ai me dërheqjen e tij, ai është dërheq vet ai. Në atë kohë, po ai ishte Edhe ishte diplomat, ishte politikan. Ai ka, unë thash, që 35 vjet ai ka qenë me i pas hije për drejtues, për kryetar qeverie dhe ai ne solli për shesh edhe Edi Ramën. Po na solli për shesh, po tash ky nuk është si ai. Ndoshta ne ka sjell për të kujtuar kohën e tij që për të kujtuar tash, po nuk e di se s'na solli, po edhe risku jon thomi në 10 vjet tash edhe me risk janë kjo punë. Se një kryetar shteti ai riskun e vet ka. Për shembull, edhe risku jon të punoj. Se tani me këtë gjendje për ta përmbledhur gjithë bisedë kaq të bukur që bëm bashk. Faji është i popullit, kudo që ta marrim, çdo situatë, faji i popullit dhe këtyre politikanëve. Ka faj, ka do faje sepse populli është si thënë. Për gjendje ku jemi domethënë. Për gjendjen ku jemi na i fije ka dhe populli faj se do të jetë qotë në kam me një herë, më nuk është puna se të t'i shkoj o salsa, o edit, dikush mrapa. Ora për drejtën e vetë, popullit e botës janë nish, janë fort, nuk bën një protest, po nuk i zgrapsen asaj derisa të fitojnë drejtën e vetë. Ta bëjnë vetë, jo për drejtën e tjetër. Po, ta manë për drejtën botë. Nuk është puna se u qunë një krahut djathë apo i majtë. Të janë për çështje politike fitimi, të si qënë, po për interese. Po kur qëti diçka, si që janë pensionistët, për shumë, flasë për interesin tem pak a shumë, sepse sot jam pensionist. Pensionistin të është e logjike, ku ka pension, unë nuk e di që ka në botë mërti pension ma të bërë asë një ndi, si thonë, se sa këtu. Se bashkë gjithat jetë punët e pa pension, sot, është vajhalli. Pra, kjo është që me thënë, kjo është shqetësuese një. E tjerat mas nejtë, ikën të rritë, të ikën se nuk e kanë një lloj perspektive këtu për të punu, për të jetu, për pas një mirëqenje, se të rritë sot
Nuk rinë që ku kena pandaj në dikur me buk misi ose me buk that, me hangër. Para ata ka ndryshuar tash gjithë shka. Sa i vetëm me telefona e me gjana që duhen me ashu, të rritë, s'kan mundësi E vërtet. me jetua kështu. Prandaj kanë ikë. Sot Të përshëndes, të falenderoj shnet shumë. keni jurujt zoti, faleminderit për çfarë televizori. Ne jemi kanali Pisk në YouTube. He. Siç është puna Pisk. Puna pis të Pisk, ka pisk e mirë kemi. dini jo. Kanali pis.